I would like to thank you, Mr. Prime Minister, and dear friend, for your invitation and for your very generous hospitality. Dëshiroj t'ju falenderoj juve, zoti kryeministër Berisha, për ftesën, por edhe për mikpritjen tuaj kaq bujare. We had a constructive meeting and a good discussion, and I will also visit the President of the Republic later today. Ne patëm një takim konstruktiv dhe një diskutim të mirë. Pastaj më vonë sot unë do takohem edhe me Presidentin e Republikës. This is the first time I visit your beautiful country, hopefully not the last time, but I came to Tirana as part of a regional tour also. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri, por shpresoj që nuk do të jetë e fundet. Unë kam ardhur në Tiranë si pjesë e një turi rajonal. Yesterday I was in Podgorica and Skopje. I started my day today in Sarajevo, and I would also like to recall my visit to Zagreb, Belgrade and Pristina in July, but I ended my second tour in the Western Balkans here in Tirana by Prime Minister Berisha. Dje unë isha në Podgoricë dhe në Shkup. Sot e fillova ditën në Sarajev, ndërsa dua t'ju kujtoj po ashtu që kam qenë në një vizitë të mëparshme në Zagreb, Beograd dhe Prishtinë. Në korrik, gjithsesi, vizitën time të dytë në rajon e përfundova këtu në Shqipëri me vizitën që po bëjmë edhe sot me kryeministrin Berisha. My message with this tour is primarily regional. By visiting all the capitals of the Western Balkans before the end of the year, I wanted to reconfirm the European Union's strong commitment to the stability, the security and the European perspective of the region as a whole. Mesazhi im me këtë tur është rajonal kryesisht. Duke bërë vizita në të gjitha kryeqytetet e vendeve të Ballkanit Perëndimor përpara fundit të këtij viti, unë dëshiroj që të rikonfirmoj edhe një herë angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian për stabilitetin, sigurinë dhe të ardhmen europiane të rajonit. I firmly believe that the European Union's international weight and credibility begins in its immediate neighborhood. Unë besoj tërësisht se pesha dhe besueshmëria ndërkombëtare e Bashkimit Evropian fillon së pari në vendet përreth Bashkimit Evropian. Europe does a lot of efforts to support the Western Balkans. Bashkimi Evropian ose Europa bën shumë përpjekje për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor. Technical and financial assistance for the region is over 2 billion euros for the period 2010-2012, and a lot of efforts are also done by our member states. Asistenca teknike dhe financiare për rajonin për vitet 2010-2012 është mbi 2 miliard euro dhe shumë punë bëhet edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. The European perspective is essential for the future of the region as a whole. E ardhmja europiane është thelbësore për pikërisht pra këtë të ardhme të rajonit në tërësinë e vet. Progress towards membership of the world's largest single market will be an invaluable asset in attracting foreign investment and reducing unemployment. Progresi drejt antarësimit në atë që është tregu i vetëm më i madh i të gjithë botës do të jetë faktikisht një aset apo një vlerë e paçmuar për të thithur investimet huaja dhe për të ulur papunësinë. With the core EU values of tolerance and respect for diversity, this process should also serve as an anchor for regional stability and overcoming the ghosts of the past. Me vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian që janë toleranca, respekti për diversitetin, ky proces duhet të jetë në fakt një spirancë për stabilitetin rajonal dhe për të kaluar ngjarjet e së shkuarës. For the first time, perhaps in history, the countries of the Western Balkans share a strategic vision for the future, membership in the European Union. Ndoshta për herë të parë në historinë e tyre, vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë me njëri tjetrin një vizion strategjik për të ardhmen, antarësimin në Bashkimin Evropian. This importance cannot be emphasized enough. Nuk mund të theksohet sa ç'duhet kjo rëndësi. But my message is not exclusively regional.
Por mesazhi im nuk është vetëm rajonal. I came to Tirana with a message of encouragement. Unë erdha në Tiranë me një mesazh inkurajimi. Encouragement to continue the reform efforts and the positive role your country is playing in the region. Inkurajim për të vazhduar përpjekjet për reforma dhe rolin pozitiv që vendi juaj po luan në rajon. I also commended the Prime Minister for the extraordinary progress Albania achieved in the last 20 years. Po ashtu, e përgëzova zotin kryeministër për progresin e jashtëzakonshëm që ka bërë Shqipëria në 20 vitet e fundit. That is even, Mr. Prime Minister, more historic than my visit today. Dhe kjo në fakt, zoti kryeministër, ky pra progres është edhe më historik se sa vizita ime sot në Tiranë. In this period, Albania has moved very far. Në këtë periudhë 20 vjeçare, Shqipëria ka ecur përpara, shumë. Albania is now a member of NATO. Shqipëria tashmë është një vend antar i NATO-s. The Stabilization and Association Agreement with the European Union is in force. Po ashtu ka hyrë në fuqi marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. And the European Commission, will soon present an opinion on Albania's membership application to the European Union. Dhe së shpejti, Komisioni Evropian do të nxjerrë një opinion për aplikimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. I'm not supposed to speculate on the substance of the Commission's recommendations. Unë nuk duhet në fakt që të spekuloj për substancën, për thelbin e rekomandimeve të Komisionit Evropian. But in any case, the opinion will be fair and objective, Por gjithsesi, opinioni ka për të qenë i drejtë dhe objektiv, reflecting the situation on the ground and giving due credit to Albania's achievements and identifying further challenges to offer further guidance to Albania on its reforms. Ky opinion do të pasqyrojë situatën në vend, duke u dhënë meritat e duhura arritjeve të Shqipërisë dhe duke evidentuar ose identifikuar më saktë sfida të reja për të ofruar pastaj udhëzime të tjera për të ardhmen e Shqipërisë në reformat e saj. On the European path, work still remains to be done. Për sa i përket rrugës drejt Bashkimit Evropian, ende ka punë për të bërë. As the Prime Minister just said, enlargement will remain a performance-based process. Siç e tha edhe zoti kryeministër, zgjerimi në fakt do të jetë një proces i bazuar mbi performancën apo punën e bërë, with steady focus on meeting the standards and criteria of European integration. duke patur një fokus në plotësimin e standardeve dhe të kritereve për integrimin evropian. The rule of law and democracy agenda will remain of central importance in the foreseeable future. Agenda e demokracisë dhe e shtetit të së drejtës do të mbetet e një rëndësie të veçantë për të ardhmen. Sustainable progress in the fields related to the rule of law, just as judicial reform and the fight against corruption and organized crime, are key. Progresi i qëndrueshëm në fusha si shteti i së drejtës apo reforma në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten çështje kyçe. And reforms need to be effectively implemented. Reformat nevojitet që të zbatohen në mënyrë efikase. Your government, Mr. Prime Minister, is well aware of the challenges ahead. Zoti kryeministër, qeveria juaj është shumë në dijeni të sfidave që ka përpara saj. The European Union, again, will support you in your efforts, but of course the primary responsibility for progress remains with Albania and the Albanian leadership. Sigurisht që përsëri Bashkimi Evropian do t'ju mbështes ju në përpjekjet tuaja, por ama përgjegjësia kryesore për progres mbetet me Shqipërinë dhe me udhëheqjen e shqiptarëve. We also discussed the issue of regional cooperation and agreed on its importance. Po ashtu kemi biseduar dhe kemi diskutuar për çështjet e bashkëpunimit rajonal dhe kemi rënë dakord pikërisht për rëndësinë e kësaj çështjeje. The European integration of the Western Balkans must be complemented by vigorous efforts to promote regional cooperation. Por integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet po ashtu që të shoqërohet nga përpjekje energjike për të promovuar këtë bashkëpunim rajonal. While the European perspective is clear, it cannot be expected to replace regional cooperation. Ndërkohë që dihet pra që perspektiva apo e ardhmja europiane e këtyre vendeve është e qartë, ajo nuk mund të pritet që të zëvendësohet vetëm nga bashkëpunimi rajonal. It is not instead of, but rather in addition to.
Pra nuk bëhet fjalë për në vend të, por në fakt përveç saj. I praise the constructive role Albania plays regarding regional stability. Unë e përgëzoj Shqipërinë për rolin konstruktiv që luan në lidhje me stabilitetin rajonal. And finally, I would like to mention visa liberalization briefly. E së fundmi, me pak fjalë, dëshiroj që të përmend edhe procesin e liberalizimit të vizave. This is both a symbolic and a very practical issue. Kjo është një çështje jo vetëm simbolike, por edhe shumë praktike. Symbolic as it is related to one of the basic freedoms inside the European Union. Simbolike për arsye se ka të bëjë me një nga ato liritë më themelore të Bashkimit Evropian. And practical as visa liberalization delivers the most tangible benefits for the citizen. Dhe praktike, pasi liberalizimi I vizave do të thotë që I jep qytetarëve mundësi të prekshme. Visa liberalization for Albania is now just one step from its realization, and I'm confident this step will be taken very soon. Liberalizimi I vizave për Shqipërinë është tashmë vetëm një hap nga realizimi I tij dhe unë kam besim se ky hap do të ndërmerret shumë shpejt. I thank again the Prime Minister for his hospitality, and we shall see each other again in Brussels. Dëshiroj ta falenderoj edhe një herë zotin kryeministër për bujarinë e tij dhe po ashtu do të shihemi sërish së shpejti në Bruksel. Thank you.